Drejtoria Rajonale e Tatim Taksave Shkodër ka bërë të gjitha përgatitjet e duhura për nisjen e fazës së dytë të aksionit kundër informalitetit. Drejtori Hysen Hysa ka treguar se ky aksion konsiston në monitorimin e të gjitha bizneseve vetëm nëpërmjet sistemit online. Që sot ka filluar zbërthimi i programit të fazës dytë, duke qenë që ne sot falë edhe sistemit, po na jep monitorimin nga zyra. Dhe ne shohim çdo ditë subjektet, i ndjekum çdo ditë subjektet, xhiron, lëshimin e kuponit tatimor, qarkullimin, lëvizjen e mallrave ndërmjet subjekteve dhe në ato subjekte që paraqesin që dyshojmë për një risk evazionit fiskal, në ato subjekte do kryejmë kontrolle. Nuk do ketë kontrolle më në terren siç ka qenë deri në momentet që u mbyll viti. Drejtori Hysa thekson se faza e dytë e aksionit nuk ka si qëllim kontrollet e befasishme për penalizimin e bizneseve. Detyra e këtij aksioni nuk është që ne të penalizojmë dhe të shkojmë t'i bëjmë presion biznesit. Detyra jonë e punojësve të Drejtorisë Rajonale Tatimore është që të paraqiten te biznesi jo vetëm si kontroll, por edhe si ndihmës dhe si këshillues për problemet që ata kanë dhe vështirësitë që kanë me dokumentacionin. Duke qenë se nga aksioni i parë kundër informalitetit ka pasur një numër të konsiderueshëm ankesash për gjëvënje të padrejta, ku në shumë raste bizneset kanë fituar edhe procese gjyqësore, Drejtori Hysa kërkon nga të gjitha këto biznese që çdo pa kënaqësi ndaj punonjësve tatimor të ankimojnë ankesë pranë këtij institucioni. Ka pas disa raste që realisht në apelimi tatimor i ka rrëzuar ato gjoba dhe kjo ka qenë konkretisht në një handicap të ligjit që realisht nuk ka qenë e sakt për sa i përket venosjes për lëshimin e kuponit tatimor. Kështu që do jemi të mirë kuptueshëm me gjithë biznesin dhe nëpërmjet ju media i bëjmë thirrje gjithë biznesit që punojësit e Drejtorisë Rajonale Tatimore, nëse paraqiten të subjekti dhe bëjnë presion apo sillen në jo korrekte me biznesin, në moment të paraqitin ankesën pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore dhe ne aty në punojësit do merren masat deri në largimin nga puna. Nëpërmjet fazës së dytë të aksionit kundër informalitetit, ku gjithçka monitorohet nëpërmjet sistemit online, Drejtori Hysa thotë se do të jepet fund sidomos abuzimit lidhur me lëshimin e kuponit tatimor. Një problem ky që vjen të jetë prezent në qarkun e Shkodrës.